kulturën, arsimin, zhvillimin, Kombësia është greke, nënshtetësia ishte shqiptare, që t'jemi eksakt. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto. Në shpineve gjithmonë flisnim greqisht, sepse prindët e mi flisnin greqisht, dhe mamaja ime mësoi shqip në moshën 40 vjeç kur filloi të punonte. 40 vjet ka mësuar shqip. Në 40 vjeçin, ja, ka filluar, domethënë filloi të punonte në fabrikën e këpucëve dhe që atë më mbrapa filloi domethënë të fliste më tepër shqip. Neve në shtëpi këtu jemi rritur, domethënë me kulturën greke, me ato që kishim neve andej, domethënë të fshatrave tona, sepse po të shkosh më thellë, edhe fshatrat e Dropullit, grekët që janë nga Dropulli, kemi shumë të përbashkëta me grekun, por kemi dhe disa zakone të veçanta. A i ndajmë do të i klasifikojmë do të? Do shumë biseda jo, atë po të duash do ta bëjmë një herë tjetër se ka shumë hollësira, por problemi është që tash i flasim për jetën time, siç e kemi filluar. Atëherë unë shkova këtu në shkollën Jeronim Derada, edhe dua të theksoj që kam pasur në shkollën fillore mësuesen Vasilika Buda, e shoqja e Alex Budës, një grua e shkëlqyer që unë sa herë që laj dhëmbët dhe shumë gjëra të tjera, po sa herë që laj dhëmbët, unë kujtoj mësuesen time, sepse ajo na thoshte si ta përdornin furçën, si për poshtë, jo majtas djathtas, që të pastroheshin dhëmbët më mirë dhe natyrisht nga ajo mësuese unë kam mësuar me këto kockat që themi janar, shkurt, mars, prill, maj, qershor, korrik, gusht, tetor, nëntor, dhjetor, aty ku është kocka është me 31 muaj dhe aty ku është si grop, aty muaj është me 30 përveç shkurti që kemi një 4 vjet, 28 dhe 29. Mbasi mbarova shkollën e fillore, 8 vjeçare domethënë, shkova në Politeknikumin 7 Nëndori. Edhe problemet e mia fillojnë atje si person, si vajzë e re. Në Politeknikum, unë nuk mund të them që isha e gjitha e 10-tave, jo. Por ajo nuk ka fare rëndësi, sepse tashti në këtë moshë ose në 30 vjeç unë u bëra businesswoman, nuk ka të bëj fare shkolla e lartë. Të gjitha gjërat i kisha shumë mirë përveç matematikës. Dhe ju jeni bërë businesswoman? Po. Dhe keni pas probleme me matematikën? Po, nuk më pëlqejshin numrat, kurse tani më pëlqejnë numrat, po atëherë jo. Tash njeriu ndryshon, nuk e di pse, evaluohemi ose atëherë na vjen mendja ose nuk e di. Varet se kur vjen ai reflektimi. Po. Dua të theksoj aty që kam pasur 2 profesorë, një të matematikës edhe një të fizikës. Të cilët ata profesor, unë atëherë isha sa vjeç që kur shkon në shkollë të mesme? 13? 13-14. 2 profesorë që nuk dua t'i them emrat, ma mërmëdhja se do kenë vdekur tani, sa atyre kanë qenë ke 60-tat, që mi janë sjellur shumë keq. Bile prej njërit, nuk ja kam thënë asnjërill të dhe e di vetëm vëllai im Dimitri këtë gjë, që tashin natyrisht e ka harruar, që ai nga që më la në klas, unë u turprova kaq shumë. Të ngeli. Po, sepse nuk bëra ato që donte ai, e kupton vetë tash, s'është e nevojshme të themi historira. Shkova ke liçeni që të mbytesha nga turpi. Dhe vëllai im Dimitri më ka shpëtuar. Si përfundim e mbarova shkollën e mesme. Natyrisht ajo ishte një shenjë shumë e madhe që ka ngelur brenda mua. Dhe natyrisht jam e sigurt që për në çdo vajzë, domethënë do të kenë ngelur. Janë gjëra që nuk harrohen. Pastaj fillova punë tek elektromekanikja. Dhe në atë uzinë punova 9 vjet e gjysmë. 9 vjet në uzinën elektromekanike. Po, që ishte ngjitur me Institutin e Fizikulturës, që tani është mbyllur natyrisht, fatkeqësisht, nuk e di se si. Por para 3 vjetësh kur erdha, unë mundoja që ta gjeja dhe se gjeja dot dhe në fund ishte e futur mbrapa pallateve nga ndryshimet që janë bërë këtu. Punova atje 9 vjet e gjysmë dhe natyrisht në punë kur punon me brigadë ke dhe probleme të tjera. Edhe në këtë pikë dua të theksoj faktin që duke qenë dropullite, gjithmonë
Përpara syve s'kish guxim të më thoshte asnjëri asnjë gjë, si atëherë edhe sot. Por nga mbrapa krave, pseudonimi im ka qenë Lena Grekja. Nuk e dinte njeri mbi emrin tim. Dhe kur ecja në rrugë, po ecën Lena Grekja. Po pse ta kishin gjetur këtë lloj pseudonimi? Sepse shiko, pjesa më e madhe në Tiranë atëherë ishin musliman shqiptar, domethënë musliman. Ne ishim kaur dhe nuk na donin. Tash të themi dhe të vërtetën. Tani mund të thonë njerëzit mund të thonë gjëra shumë të ndryshme, ose janë të vërteta, sepse janë dhe shumë njerëz aty jashtë që duan të thonë gjërat me lali lule, me sugar coating që themi ne, që t'i bëjmë një stres për sheqeri, po unë i them ashtu siç janë, sepse i kemi kaluar gjitha vet. Këtu në pallat kemi qenë vajza dhe djem të rinj shumë me vëllezërit e me kështu dhe bile kemi pas një komshie në katën e dytë që kishte dhe ajo 4 çuna. Edhe ajo i kishte dhënë porosi çunave të vet që absolutisht juve nuk do të lejoni që të ngasmoj njëri Lenën, se kemi si gocën tonë, se unë i ndihmoja, domethënë kemi qenë shumë të afërt, përveç vëllezërve të mi, 3 vëllezër që kisha, unë kisha edhe 4 sipër, që nuk kam pasur domethënë kështu probleme këtu. Natyrisht tash për sa i përket gjuhës greke, unë gjithmonë e flisja dhe jam e dashuruar me gjuhën greke. Prandaj unë vendosa që të mësoja me të shkruar dhe me të lexuar, të shkoja në një kurs privat që e kishte shoku i babait tim, Spiro Gjai, që dhe ai ka qenë shkrimtar, duhet ketë hikur nga jeta, rreth më pas. Bëra një vit kurs atje dhe pastaj hapa kursin tim në shtëpinë time dhe kisha nxënës këtu, që ishin pjesa më e madhe dropullit, po kishin dhe disa, domethënë që nuk ishin dropullit dhe donin që të mësonin gjuhën greke dhe unë ja u mësoja këtu. Ndërkohë u mësua, domethënë që unë dija gjuhën greke, zotroja shumë mirë dhe nga Alp Turisti më kërkuan që të bëhesha përkthyese. Nga mosha 27 e gjysmë gati deri 30 punoja me grupet greke që vinin, edhe si përfundim para se të hapeshin këto kufit këtu në Shqipëri që të binte sistemi, disa domethënë grek që vinin që kanë ardhur domethënë nga Greqia atëherë, më kishin për garanci dhe unë vajta për vizitë në Greqi me kuptimin që me mendimin që do kthehesha mbrapsht, nuk dinim neve se ç'do bëhesh në atë kohë. Mirë po mbaj mend maman time që kur unë ika gjithë obori doli në përpengjerit më thoshte rrugë të mbar, sikur ta parandjeni domethënë që diçka do bëje dhe nuk do kthehesha prap, edhe mamaja ime më dha një porosi. Tash ti që do ikësh, mos e kthe kur kokën mbrapsht derisa të arrish atje. Dhe me të vërtet, atë bëra. Pse ishte kjo porosi? Sepse ashtu e mendonte ajo, që të mos më... Si e saj e brëndshme. Po, mund të jetë paragjykim, mund të jetë parandjej, mund të jetë një çik kështu. Po kishte merakun e lagjes, çfarë do thoshte që... Jo, për lagjen jo. E kishte kështu si parim, domethënë që kur nisesh me një rrugë, nuk e kthen kokën mbrapsht. Do vazhdosh, ajo e dinte që unë po e fillova një punë, unë do ta mbaroj, kështu që pra mos shko me pishman. Jo, me pishman. Edhe sikur më dha atë urimin që ikë dhe mos hajde më. Po. Edhe pastaj natyrisht mbas një muaji të gjërat filluan. Edhe këtu dua të them që kur vajtëm në ambasadën greke, që nuk ishte hapur akoma, për të marrë viza, isha e para që mora vizë nga ambasada greke, unë edhe nga një fshat i Sarandës. Edhe ai konsuloti aty brenda mori në intervista të djalin, ai ishte ke 40-at. Dhe ai filloi të bënte politik, të shante Papandreun, më thash, dhe ai i tha, zotri, tha, unë natyrisht nuk duhet të t'jepi aty vizë të shkosh në Greqi, përderisa ti po e shan Greqinë, tha. Por, unë tha, do të të kujtoj një gjë, që ti në fshat atje ku je, ti atje, tha, po e ha bukën e misrit ti, kurse neve bukën e misrit, edhe misrin ja hedhin pulave. Unë nuk do ta harroj atë shprehje, natyrisht mua më futi një frikë të madhe, se thash, tani unë nxeja ime atë dhe do ta haj unë, se gjithmonë unë ato gjëra që bëjnë të tjerë, gjithmonë unë i kaloj. Edhe kur më foli mua pasaj, më tha që të shkosh në Greqi, mos kesh frikë fare, edhe të vazhdosh jetën dhe bile të gjesh një djalë të martohesh, se isha 30 vjeç atëherë, s'kisha mbushur 30 vjeç. Edhe ika domethënë në Greqi. Tashi të themi se çka kaluam në Greqi.
Jo, unë do qëndroja pak te pjesa e kësaj, si më thënë, në thonjza, nuk mund ta quajmë racizëm, por ky lloj diskriminimi grek, Elena Grekja, Po. kur shkon në Greqi, ke vënë re shqiptar të tjerë që ta dallojnë ose të ndjehen në një farë mënyre disi të përçmuar Të ose tepërt. racist ndaj Po. shqiptarëve, pra grekët ndaj shqiptarëve. Natyrisht. Duke qenë se vetë tregove që këtu në Shqipëri për shembull vetë the me Po, gojën tënde po. që e ndjeje këtë pjesën që kjo Grekja, Elena Grekja që nga pseudonimi të kishin vënë. Po. Shqiptarët në Greqi ndjeheshin racista? Patjetër që ndjeheshin. Tashi eksperjenca ime personale është kur vajta në Greqi nga që flisja greqisht, dhe ai qarku që unë njifja ishin të tërë avokat, të tërë këto noterat, në thet thash që vinin këtu për vacation, sepse që të vish këtu nuk ishin, domethënë populli i thjesht që do vinte në atë kohë si turist në Greqi. Unë për shembull jam pritur shumë mirë atje, edhe nuk më ka thirrur asnjëherë shqiptare, asnjë njeri për mua. Për 2 vjet e gjysmë që ndonja, gati 3 vjet që ndonja në Greqi. Por nuk do të mohoj faktin që shoqet e mia dhe shumë shqiptarë që erdhën patën një diskriminim të madh. Në kohën e Miçotakit, Shqiptarët nga grekët. po, Pse ndodhi kjo? janë shfrytzuar. Shiko, për mendimin tim, në ato vite, edhe unë nuk e kam kuptuar, po këto vite duke u rritur e kupton njeriu që kur ikën nga vendi jot, ai tjetri që do të t'japi punë, kushdo që tjetë, se është grek, se është shqiptar, se tash ndodh edhe këtu kur vin njerëz nga jashtë që shqiptarët ja bëjnë, i shfrytëzojnë punëtorët për një pagesë më të pakët. Natyrisht atëherë ishte Miçotaki që ishte kryeministër. Edhe ai bëri një propagandë, nuk e di me kë ishte në bashkëpunim këtu, që bëri një propagandë jashtëzakonisht negative për shqiptarët. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto.